Maratona e Efesës në Blu Televizion vijon në këtë natë ndarimit të viteve, në këtë ditë të fundit të vitit 2025 me një tjetër sport. Do të flasim për volejbolin dhe unë kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio trajnerin e ekipit të flamurtarit në volejboll, zotin Shptim Avedini. Mirëmbrëma. Edhe gëzuar njerë. Gëzuar dhe për ta nisur pikërisht kështu njerë me gëzuar vitin e ri dhe sa më shumë suksese në vitin e ardhshëm. Profesor, si ka qenë 2025 për volejbollin në Vlorë? E para kënaqësi që ndjej kur jam me ty, sepse ndihem pak më i lehtësuar në këto intervistat që japim ose në këtë mesazh urimi. Duke filluar nga janari i vitit 2025, u zhvillua një kup me pjesëmarrjen e 4 ekipeve të Partizanit, Mirditës, Dinamos dhe Flamurtarit, në përkujtim të ish volejbollistit të Flamurtarit, për mua i madhi Yuri Lulushi. Një nga figura që nuk pati një indicje nga qyteti faktikisht për të, por me ndihmën e madhe që u bë nga klubi shumë sportesh, nga drejtoreshja e sporteve, bashkëpunime me familjarët dhe me shokët dhe miqt dhe me drejtues disa klubeve që bën të mundur ardhjen e ekipeve këtu, si dhe sponsorizimi nga një sponsor i Vlorës që nuk ka dëshirë që ai ta përmendi, por edhe që nuk lejohet me sa di unë. Patjetër që jo. U organizua ky aktivitet shumë i bukur faktikisht, u pati pjesëmarrje të shumë sportistëve, pati edhe shumë ish sportistë vlonjat të volejbollit, dhe që u kurorëzua pavarësisht se e fitoi Flamurtari atë kup, po që u bë një aktivitet shumë i mirë, ishte përfaqësues Federatës Shqiptare të Volejbollit, ishte diçka shumë e mirë. Aty filloi ishte një nisje e mirë për 2025. Duke vazhduar, flas për ekipin e moshave që kam drejtuar, sepse këtë vit përgjegjësia ishte pak më e madhe, nga që po drejtoj edhe ekipin e të rriturave, po të vazhdojmë atë ku e lam me ekipin e moshave. Pjesëmarrja ka qenë gjithmonë në këto 13-14 vjet, ka qenë që ne kemi përfaqësuar qytetin e Vlorës, ekipin e Flamurtarit me gjitha moshet, që nga U14-a, 16-a, 18-a, 20-a, pa përsëritur fjalët që kemi thënë gjithmonë për studio, ka vajza plot, ka elemente të mirë, po që e njëjta sindrom do vej mosha e universitetit, pothuajse vajzat që dhe kanë dashur të sport dhe që janë talente i kemi në përreth. Nëse flasim për ekipin e parë, sepse si vjet kishte edhe një përgjegjësi shumë të madhe siç ishte ekipi i të rriturave të Flamurtarit. Nëse mund të themi për herë të parë këtë vit kemi patur edhe lojtare të huaja në volejbollin vlonjat, apo jo? Kjo ishte risi sepse jo vetëm ekipi Flamurtarit, po që te A2-shi është ere parë që organizohen nga klubi merren konsiderat 3 lojtare të huaja. Aq më shumë ishte Flamurtari dhe pa e përmendur do në pati bërë qefin, po ishte edhe këmbgulja e Elonës, Elona më mirë më pëlqen që të flas. Ma përmendi se e kam pasur atë në studio dhe më përmendi këtë fakt. Do të thënë patim një nisje jo të mirë, duke ditur që mosha mesatare e ekipit të parë, imagjinoja është 16.5. Gjithë ato vajzat e U20-s kaluan në ekipin e parë, përveç 2-3 vajzave që kanë luajtur. Me atë profesor që mund të jetë një uri mirë për të ardhmen, duke shpresuar që nuk do na ikin, sepse rriten ngadalë, ndoshta do të arrijnë atë pjekurinë e duhur për të qenë konkurruese në ekipin e parë. Shpresoj, po që edhe unë faktikisht nuk jam pak i mërzitur nga mosmarrja e Kupës së Shqipërisë. Sot i harrojmë ditën e mërzitjes. Jo, kjo ndoshta edhe nga mos ingranimi, mos nga ingranimi mirë që u bë me lojtarët e huaja, sepse me një muaj nuk mund të ingranohet dhe të shkrihet ekipi në një. Kështu që shpresoj shumë që fazën e dytë të fitojmë të gjitha ekipet në ndeshjet që kemi në kampionat dhe me pak fat, do dhe pak fat ajo punë, të kalojmë në Super League ose ndeshemi me skuadrën e parafundit të Superligës, siç është play-offi. E ka mundësi ky ekip profesor të shkojmë drejt këtij objektivi? Mundësit, duke parë ekipet e tjera, pavarësisht se ekipin atë Kupën e Shqipërisë e mori Lushnja, ka 4-5 vajza me pjekuri të madhe, ka dhe që kanë qenë dhe pjesëtarët e ekipit kombëtar. Një nga ato është dhe Pasusja, Gjermeni, do që të jep akses të tillë që e kemi pak të vështirë, domethënë, pavarësisht se me edhe pamundur nuk është. Po të ishte pamundur nuk do të më këtu.
E vërtet. Profesor, më përmend pak ekipin e parë dhe ekipin e moshave, mikët, a mund të themi që për ekipet e moshave, ky 2025 si ka qenë? Domethënë, kemi elemente të cilët janë ofruar vajzat të reja, të cilat e pëlqejnë këtë sport dhe janë ingranuar te volejbolli? Patjetër që janë ingranuar, do në kemi shumë fëmijë që mbushin gjithë ekipin e moshave, ne si ekip, si klub marrim pjesë në gjithë moshat, me U20-ën, me U18-ën, tani do marrim pjesë me U16-ën dhe kur vi koha dhe momenti, do marrim pjesë dhe me U14-ën. Me sa di në palesën flamurtari nuk jam vetëm unë trajner për mosha dhe kështu, po operojnë dhe 2-3 trajnerë të tjerë. Është gjë e mirë që klubi ka ofruar dhe vazhdojnë, ka një vite gjysmë mos e ruaj, po janë të vegjël dhe ekipi i volejbollit për meshkuj. E bukur, që sepse na kishte munguar. Kjo mungon, po që do dhe çik këmbgulje nga trajnerët, janë ndjem shumë të mirë, ka qenë dhe volejbollista shumë të mirë, po që duhet pak kuraj o pak më shumë që të marrin pjesë që këtë vitin 2026 që në shtator marrin pjesë me një grup moshe. Le të dali si dali rezultati, e rëndësishme që ne të marrin pjesë, pastaj ata do rriten me kalimin e kohës. Profesor, risia siç e përmendëm 2025 në ishin lojtarët e huaja të cilat ofruan tek ekipi flamurtarit. Mendoni që do të jenë një shtys do të cilin ose kanë sjellë diçka ndryshe, një eksperiencë më të mirë me qëllim që të rriten edhe vajzat e vogla që kemi në moshë 16.5. Po, jo vetëm vajzat e vogla, dhe për ato që janë 20 vjeçare, 22 vjeçare, që të mbaruar shkollën e lartë, sot luajnë në ekipin e flamurtarit. Për to është një kënaqësi që të luajnë me 3 lojtare amerikane shumë të mira, me një pasuse shumë të mirë, me një qendër shumë të mirë, me një katër shumë të mirë. Për to është luks, domethënë që të luajmë me atë përbërje me ekip. Po që prap ka një disnivel midis lojtarëve tona dhe lojtarëve të huaja. Që nga organizimi, që nga mënyra e komunikimit, ka shumë, domethënë se di si mund ta shpjegoj, sepse është e parë që trajnorë lojtarë të huaja, pavarësisht se edhe mos të përmendim ato, ne kemi qenë dhe pjesë e një kombëtare shqiptare, po që prapë ndryshimi është i madh dhe nga kolegët e mi kur shikoj ato huaj se si flisin, ne kemi shumë ndryshim. Duhet ta frenoj. Profesor, më përmendet pak lushnjën në grupin ku bëni ju pjesë, megjithatë sa ekipe janë aty dhe përveç lushnjës flamurtari ka tjetër kundërshtar? Studenti. Domethënë është lushnja studenti, kurse Rësheni është ekipi me moshë të vogël, siç e kemi qenë ne, vajzat e reja në gjithë datindja 2009-2010. Është dhe Elbasani, po që ne duhet të krenohemi që Bashkia e Vlorës, klubi shumë sportësh, është nga të vetëm nga këto qytete që ka financuar me këtë sasi lekësh ekipin e volejbollit të flamurtarit. Por ne po them që është një risi. Mendoj që vitin tjetër edhe unë kam në plan diçka tjetër që të grumullojmë këtu në Vlorë dhe ato 3 vajza që luajnë në ekipet e tjera. Se sa do arri pastaj nuk e di. Po që ajo do jetë gjëja më e mirë. Më duket se më dole direkt te objektivi 2026. Më vron me pak fjalë cili do të jetë objektivi 2026 për volejbollin në Vlorë. Objektivi i njerë është për 2026 në fazë 2. Inshallah do zotë në 31 janar. Sigur të kalojnë në Super League, pastaj për mua çdo gjë është e mbyllur si trajner. Unë e quaj të mbyllur të gjën. Pastaj në drejtim apo në trajnim, ndoshta ka edhe më të mirë se mua që mund t'i trajnoj, po objektivi im është ky. I pari nuk u realizua për hir të vërtetës, të flasim realisht, marrja kupës për shumë arsye, jo as arsye financiare, as edhe një gjë, ndihmesa ka qenë maksimumin e mundshëm. Pastaj të realizojmë këto objektiv për 2026-2027, shojmë me bëjmë. Megjithatë, fakti që për herë të parë volejbolli në Vlorë është me rëndësi. Si lojtarë të huaja, duke i dhënë vëmendje volejbollit, është një augur i mirë për të ardhmen. Patjetër, nuk e di ti je i vogël, po nuk e di që këtu në Vlorë ka qenë një lojtare e huaj, kur unë kam qenë vetë i vogël, ka qenë një shqiptare e katërs, Elisabeta Mukeketa, ka qenë një lojtare me ngjyrë që ka studiuar këtu në universitetin në shkollën mjekësore.
Këto nuk është se e para ajo është që kaloi turne atë kohë. Pastaj flas nga 90-ta dhe këtej është ere parë që në grupin A2 flasim ndër vitet kur futën lojtarët e UAE-s. Po, atëherë nuk lejosh, s'kishte gjëra të tilla, po që është edhe kjo është një risi, është e parë që A2-shi merren lojtarët e UAE-s. Profesor, të ndalem pak në aspektin personal. Vitin e ri festimet ose natën e ndërtimit tradicional apo zgjedh ndoshta edhe për të shkuar diku tjetër? Familjen apo po me vetëm familjen asnjë tjetër. Nuk mundem dot që ta suportoj vetëm vend tjetër. Ditë tjetër nuk e ke ndar. Asnjëherë. Shumë e bukur kjo. Profesor, se po flisim që parë për volejbollin edhe ajo që duhet të të pyes se ma ke thënë shumë herë që volejbolli është sport shumë i bukur dhe mua më përmend shpesh, do të më ngacmosh. E ke qefin këtu. Është lojë skuadre, megjithatë më duket sikur ka edhe një çik individualitet brenda. Nëse sikur ka një çik ndryshim nga sportet e tjera. Faktikisht qëndron kjo, po jemi 60% me 40%. Duhet të ketë 60% më shumë nga skuadra. Më shumë kolektiv, sepse çdo gjë është si puna e ingrenazhit, njëra të thyet mbaroj skuadra. Mund të kesh lojtarët më të mirë, pa përmend Rabici që është nga më të mirët, që sot lodh në A1 në Itali. Mund të kesh atë lojtarë shumë të mirë, por po s'pati një grup të mirë dhe ja s'ka çfarë bën. Nuk e bën dot këtë. Po, shumë e vështirë, shumë e vështirë. Profesor, një urim për vitin e ri? Urimin e thjeshtë. Pa dorash ka urim. Po, shumë të thjeshtë. Gëzuar vitin e ri 2026 për gjithë sportistët që trajnoj, për gjithë popullin e Vlorës, gjithë klubi sportit Flamurtari, të jetë një vit i gëzuar me lumturi, nuk e di. Me trofe dhe suksese. Ato janë të dytat, të jemi mirë, me shëndet, me gjitha pastaj trofet janë punë e dytë. Profesor, falenderit shumë, të morëm pak kohë nga kjo natë e fundit e vitit, megjithatë kënaqësi që të kishim në studio. I falenderit ju. Falenderit shumë. Edhe gëzuar. Gëzuar. Gëzuar.